Aktualisht në Kumanov, ka më të shtëna, apo situata është qetësuar? Jo, vërtej më brënd është gjithë shka qetë, nuk ka më të shtëna, dhe me thonë brenda këtyre 24 orëve të fundit nuk kemi dëgjuar asgjë. Është qetë gjithë shka. Dhe situata aktualisht është e qetë? Situata është e qetë përveç se asaj që kanë ngel brengat të mëdha të njerëzve, duke i shikuar sot gjatë tërë ditës rronojat dhe atë shtëpitë të shkatëruara, duke parë tërë atë agresion i cili ndodhi brenda 2 viteve të fundit, një situatë që nuk mund të imagjinohet se në një vend urban të ketë gjithaq granatime nga të gjitha anët, mbi një popullat civile, e cila paraprakisht as pak nuk kishte ndonjë ultimatum për ndonjë tërheqje apo diçka të tillë. Dhe me thënë neve gjithçka na ka ardhur pa pritmas, kemi qenë të gjithë në gjumë dhe vetëm na kanë zgjuar krizmat e shumta të cilat nuk dinim edhe prej nga vinin. Të kuptoj, ju vetë, a keni parë persona të mundshëm të armatosur siç pretendon policia Maqedonas edhe shteti Maqedonas që ndodheshin në Kumanov, për cilët kishit shqetësime apo ishit shqetësuar për praninë e tyre? Jo, unë personalisht, me qenë se jemi shumë aktiv, jam pikërisht nga kjo lagje dhe nga shumë afër rrugës ku ka ndodhur edhe granatime dhe luftrat, nuk kemi parë asnjë person të dyshimt, mendoj kështu, aq më pak të uniformuar ose me armë në dorë. Në gjë të tillë askush nga qytetarët nuk e ka parë. E kuptoj. Po përse takon numrit të viktimave që thuhet se nga kjo përplasje ka ndodhur, ju vetë njihni ndonjë të afërm që është lënduar, është plagosur, është burgosur, ka humbur jetën? Ne kemi vetëm familjarë dhe personat të cilët i njohim të cilët janë të burgosur për momentin dhe për fatin e tyre jemi të informuar vetëm nëpërmjet mediumeve, nuk dim mbi gjendjen e tyre të saktë, ndërsa për të vrarë nga ana e civilëve nuk kemi ndonjë informacion. Nuk keni informacion për ndonjë të vrarë nga ana civile në Kumanov? Janë të burgosur momentalisht dhe janë në paraburgim ata që kemi dëgjuar nga mediumet, ndërsa nuk kemi ndonjë informacion për gjendjen e tyre të saktë, ndërsa për të vrarë nga civilet nuk ka informacion të tillë, deri më tani gjatë tërë ditës sot kemi qenë aktiv aty dhe nuk kemi ndonjë informacion të tillë. Domethënë nga civilet nuk dim që ndonjëri është i vrarë deri më tani. U fol për humbjen e jetës së një vajze 8 vjeçare. Keni dieni për këtë? Jo, ato të gjitha ishin spekulime, nuk ka humbur jetë asnjë vajzë, domethënë kanë qenë vetëm spekulime të portaleve të ndryshme dhe mediumeve të ndryshme. Ju aktualisht e keni situatën qartë se çfarë po ndodh në këto momente, kush e ka në kontroll situatën? Ketë ende element që qeveria e Shkupit pretendon që fshihen brenda në Kumanov dhe mund të ketë sërish konflikt? Jo, mendoj se ishte vetëm një skenari përgatitur sa për ta terroruar dhe terrorizuar popullatën civile këtu dhe krejt kjo mendoj se ka ndodhur për ta defokusuar opinionin nga problemet me të cilat të ballafaqohet momentalisht kryeministri i Maqedonisë me aferat e opozitës mbi përgjimet. Mendoj se ky pushtet ka humbur legitimitetin moral dhe prandaj po e shfrytëzon problemin e mundshëm drejtnik për të shkaktuar probleme të këtilla, vetëm për ta defokusuar opinionin. Nuk ka asnjë person, nuk ka asnjë lëvizje në qytet këtu, bëhet fjalë për një qytet me mbi 100.000 banor, nuk bëhet fjalë për një fshat të vogël. Jemi në rrjedha vazhdimisht me lagje të ndryshme të qytetit dhe nuk kemi vërejtur asnjë prani të personave të armatosur ose të uniformuar. Gjithçka ka ndodhur pa pritmas në mëngjesin e ditës së shtunë, filluan të shtënat të cilat vazhduan diku pothuajse 2 ditë të plota dhe gjithçka në fund u pastrua nga policia dhe rrugët dhe nuk lanë trag, mendoj gjithçka ishte një terr informativ i plot, nuk dinte askush asgjë. Gjithçka përfundoi ashtu siç përfundoi dhe ne nuk dim realisht se kush ka luftuar, kush në kënd aty ka luftuar dhe cilët janë civilet e vrarë apo cilët janë ata ushtarë shqiptarë të vrarë, cilët thuhet, përveç se ushtarëve të policës, faktikisht policët të cilët vetëm se identiteti i tyre është bërë dhe është publikuar në mediume. Zoti Ismaili, po familjet të larguara nga shtëpitë e tyre? A ka familje të larguara nga shtëpitë e tyre për shkak të shtënave dhe ku ndodhen aktualisht? Faktikisht të gjithë që i kanë shtëpitë në gjendje të banueshme janë kthyer në shtëpitë e tyre, po mund të them lirisht se gati 30 shtëpi aty janë të cilat nuk kanë kushte banimi sepse janë të djegura ose të rënuara plotësisht. Kjo popullate atyre shtëpive aty janë në afërsi tek familjarët e tyre të cilët po i strehojnë përkohësisht.
Po, ndodhe në Kumanov, pra, nuk është se janë larguar në qytetet tjera apo në vende tjera? Jo, një numër shumë i vogël është larguar për në Preshevë ose në fshatrat për rreth, për shkak se kufiri me Serbinë është shumë afër dhe Presheva ne kemi qytetin më të afërt këtu, ndërsa pastaj kufiri me Serbinë ka qenë i bllokuar pothuajse për 2 ditë, kështu që popullata nuk ka mund të lëvizë, është kthyer prapë në qytet tek familjarët apo në fshatrat për rreth këtu. A ka mundur komuna e Kumanovës të mblidhet në një mbledhje urgjente emergjence për shkak situatës këto ditë? Po, ne kemi pas 3 ditët e fundit, kemi pas një mbledhje të rregullta urgjente, mund të them, jo të rregullta, ku edhe kemi organizuar një shtab komunal, jemi vazhdimisht në kontakt me familjet e dëmtuara nga ky konflikt dhe kemi ndarë një buxhet mbi 30.000 euro për nevojat elementare, ndërsa gjithashtu ka organizim jashtëzakonisht të mirë edhe nga sektori civil jo qeveritar, nga shoqata të ndryshme humanitare, të cilët vazhdimisht edhe po bëjnë lista të ndryshme të familjarëve duke i detektuar se ku janë strehuar, duke bartur ushqim, sende elementare për jetë higjienike dhe kështu me radhë. Pra mendoj se popullata në përgjithësi janë të organizuar dhe të mobilizuar deri në fund së bashku me neve dhe me shumë organizata të tjera, jemi duke u munduar maksimalisht që mos t'i lëmë në gjendje të vështirë këtë pjesë më të dëmtuar të... Po, zoti Ismaili, edhe një pyetje kam unë, pastaj nuk e di nëse paneli do t'ju pyet diçka dhe nëse mundeni dhe gjatë bisedës në emisionin dhe nëse ne jeni duke na ndjekur mund ndërhyjni në çdo moment që do të dëshironit. Po pyetja ime është e drejtë për drejtë. Si e shpjegoni faktin që asnjë nga liderët e partive politike shqiptare nuk kanë ardhur këto ditë në Kumanov? Po, mendoj se ata nuk kanë më kredibilitet moral dhe legitimitet që të vinë aty, sepse nuk kanë edhe çfarë të thënë popullatës momentale. Deputetët të cilët u paraqitën para disa ditëve, ata me brohoritje dhe me sharje u larguan nga popullata aty. Mendoj se vetëm pjesërisht disa nga lëvizjet e reja politike dhe partitë më të vogla, ata kanë qenë të mirëseardhura, për shkak ndoshta dhe të jo peshës së madhe në popullat, ndërsa dy partitë më të mëdha, ashtu siç e quajnë veten, nuk po u lejohet qasje në atë pjesë për shkak të revoltës së madhe të qytetarëve. Si mendoni se a mendoni ju se ky incident që ka ndodhur këto ditë të fundit në Kumanov do të luajë ndonjë rol në ndjenjat ndërfetare multietnike në Kumanov dhe ndër faktorin shqiptar në Maqedoni? Po mendoj se nëse ngelet me kaq nuk do të arrijë efektin e dëshiruar nga kjo qeveri që të shkaktojë probleme ndëretnike, për shkak se populli vetëm se ka lexuar këtë skenar të përgatitur qysh më herët prej fillimit të këtyre përgjimeve, jemi plotësisht të bindur se kjo është vetëm një skenar i përgatitur i qeverisë që vazhdimisht po mundohet me çdo kusht të përkeqësojë marrëdhëniet ndërretnike, kartë e cila ja mundson atij dhe jetën e tij në qeveri, për shkak se përndryshe nuk kanë se me çka dhe të fitojnë votat. Kjo është arsyeja. Mendoj se qytetarët janë të pjekur, ne jemi të pjekur dhe po mundohemi që në opinion të mbjellim një siguri të plotë që të mos lejojmë në asnjë moment që të përkeqësohen marrëdhëniet ndërretnike dhe mendoj se kjo është e arritur. Kemi pa edhe shumë qytetarë të cilët janë intervistuar brenda këtyre ditëve, të cilët e dëshmojnë me gojët e tyre se vazhdimisht se nuk ka pas dhe nuk ka nevojë për konflikte të tilla në Maqedoni. Qëllimi i qytetarëve është përmirësimi, kërkesa e tyre është përmirësimi i jetës ekonomike dhe integrimi në strukturat euroatlantike dhe nuk thjesht nuk kanë probleme ndërretnike, nuk kemi probleme ndërretnike, ndonë se jetojmë këtu. Problemin më të madh na i bën pushteti, i cili na diskriminon në aspekt etnik, ndërsa me popullin e thjesht ne vazhdimisht jemi në kontakt, nuk kemi probleme. Ju falenderoj shumë zoti Ismaili për këtë ndërhyrje në emisionin tonë.